PS-s tani? Më tepër se sa pushteti i PS-s mua më duket e frikshme e ardhmja e opozitës në kuptimin e kësaj. Nëse përballë kishte një opozitë më serioze, më të konsoliduar dhe më transparente, qoftë edhe brenda vetes saj, dhe që do ruhej nga gafat, nga gabimet, sidomos në prag zgjedhjeve, do kishim tjetër situatë. Por qytetarët janë zgjedhur të votojnë, si thuash, janë detyruar të votojnë Partinë Socialiste, për faktin e vetëm sepse përballë kanë një parti demokratike të tillë që në prag të ditës votimeve në 2021 vranë një qytetar në Elbasan. Në prag të votimeve të 2025-s u rrahën me njëri tjetrin në Elbasan. Në prag të 2025, 11 majit, një deputet i Partisë Demokratike vajti rrau një shofer kamioni në rrugë. Pse i preu rrugën, a ku dëgjon se çfarë. Një deputet i Partisë Demokratike atje në Dibër vajti rrau një zyrtar, pse na sheh, pse të pash, pse mpe. Në prag zgjedhjeve shkojnë hedhin $6 milion në SBA për fatin e personal dhe të familjes së një njeriu, të një individi, dhe unë besoj që nëse duan të zhvishen nga kjo frika që mund të prodhoj qeverisja, se unë e shoh dhe si stabilitet, unë kam tjetër bindje për qeverisjen, si një njeri që s'dua të angazhohem politik, si një njeri që nuk më lidh asgjë me politikën, as drejt për drejt, as tërthor azi, unë e shoh si stabilitet në funditës. Besoj se dhe qytetarët këtë shohin. Nuk kam patur opsion tjetër të zgjidhin përveç dikujt që premton se do shkri spakun dhe që kërkon brenda 100 ditëve. Nga ana tjetër, fushata që ka zhvilluar Berisha ka qenë qesharake është pak, po ka qenë fyese ndaj publikut. Pra ti dalësh ti thuash ti qytetarëve se kur të vi unë do fal gjithë taksat, do fal gjithë detyrimet që keni ndaj tatimeve dhe mbi të gjitha do ju paguaj dhe kredit. Me çfarë parash do i paguante kreditin? Ne e ke sinkron, duhet ta keni dhe sinkronin ju që ky shkon premton, çdo çifti që ka bler shtëpi, qeveria do t'i fali kredit dhe do ja pagoj qeveria. Pra kjo është shumë fyesa ti trajtosh qytetarët, luash all in, ti hedhësh gjitha në fush me idenë se këtë herë do peshkoj shumicën, kjo është absurde. Mua më vjen keq që e gjitha kjo zgjatja e qeverisë, po qoftë edhe nëse çalon diku që ne ta quajmë si keq qeverisje, në radh parë buron nga vetë demokratët. Ne do mbarojmë këtë intervistën bashkë, ju do ta hidhni këtë video në YouTube dhe hyni mbas një ore, mbas 2 orësh dhe lexoni komentet. Do jenë 30 vetë. Jo, jemi live, Ardit, jemi live, se edhim në YouTube, është YouTube. Atëherë dhe live, do shohim që do janë 30 vetë me profile falso, që do fillojnë o qor, o patronazhist, merr lekë të inceneratorëve, o Legeni Ramës, o Lepirsi Ramës, gjitha këta. Po kush ka? A ka shpëtuar një nga kjo, Ardit? Ta nuk din ta vlerësojnë që të del një qytetar ose një njeri që dit thot 5 fjali rresht dhe ta shpjegon se ku të çalon punë aty më zotëri. Këto nuk din të thonë faleminderit për kritikën. Këta din vetëm të anatemojnë kundërshtarin, din vetëm ta veshin me akuza edhe me nuk e di se çfarë epitetesh, dhe nga ana tjetër nuk ndryshojnë, nuk kanë guximin të ndryshojnë Berishën. Mirë, po do vi momenti që do mërziten aq shumë sa që o do largohen nga vendi, o do largohen nga Berisha dhe do shkojnë drejt partive të reja, ose Berishës dhe atyre që do t'i mbeten me kaq fanatizëm nga pas, s'do kenë rrugë tjetër, po vetëm të hedhin pushkën supit edhe dalin malit, sepse rrugë tjetër nuk ka për të ardhur në pushtet me këtë leadership edhe me këto metoda që përdor Sali Berisha edhe njerëzit pranë tij. Dhe pyetja e fundit, Ardit, parashikon që me këtë fitore Partia Socialiste të përfshihet nga euforia, të përfshihet nga deliri, të përfshihet nga vetë siguria, nga disa cilësi që ne shqiptarët, kur kemi pushtet, i kultivojmë këto, Ardit? I kemi kultivuar në momentin që ne nuk kishim këtë lloj drejtësie që kemi. Unë jam shumë besim plot e kjo drejtësia si 75% e shqiptarëve dhe mendoj që pikërisht frika e ruan vreshtin, si thuash këta do ta ruajnë, pra ekzistenca e SPAK-ut dhe GKO-s, hetimet për korrupsion gjitha me radhë
i trëmbin socialistët mjaftueshëm për të mos kaluar, për të mos e keqpërdorur pushtetin e tyre pa vetdije, pra në mënyrë të pavetdijshme, por ato që do guxojnë në mënyrë të vetdijshme sigurisht që do kenë fatin e tjerëve dhe ato janë qartë për këtë pjesë. Unë besoj që Rama do rifreskoj kabinetin qeveritar në shtator, pra sigurisht që kjo është e pritshme, nuk ka ndonjë gjë për risi, por besoj se do ta rinovoj në masën e 100%-shit dhe ata që... Jo, kujdes tu, Ardit, kujdes mos bëj gabime. 100% do të thotë edhe vetë Ramën. 99% pa se na ngrive gjatë. Sepse këtë po të thoja para se të ndërprisje, unë nuk jam dakord me atë që thatë ju, pra që Rama 16 vite kryeministër. Asnjëherë nuk i dihet se çfarë plani personal për karrierën e tij mund të ketë ai apo për Partinë Socialiste, sepse edhe në memori, ju jeni më i madh dhe e dini që edhe pse qarkullon fjala 8 vjet Fatosnano kryeministër, ne e dimë që s'ishte Fatosnano 8 vjet kryeministër, por ishte, mos gaboj, 4 vite apo 3 vite dhe pjesën tjetër la Majkon, metën prapë të gjitha me radhë. Kështu që ne nuk e dim fare se çfarë mendon Rama dhe nuk e dim nëse Rama ti po thua një skenar që Rama mbas një viti, 2 vjetësh jep dorëheqjen dhe ikën nga politika? Jo, absolutisht nuk ka pse të ikën nga politika. Jo, skenar, nëse ambicia e personale është që të mbetet në politikë, po sigurisht më ekziston dhe skenari që një njeri... Jo, prit, thuaj edhe një herë se e thot Ardit Rada këtë. Do dhe një skenar është që, sipas teje, që Edi Rama fitoi zgjedhjet, merr mandatin e 4 dhe mbas një viti jep dorëheqjen si kryeministër. Po sigurisht, po jo mbas një viti, mbas 2 vjetësh, mbas 5 muajsh, kur mund ta mendoj ai, jo jep dorëheqjen dhe dorëzon dhe çon vendin zgjedhjet parakoshme, largohet si kryeministër, qëndron si kryetar partie, mund të marrë një pozicion tjetër, qoftë edhe pozicioni e krye negociatorit me Bashkimin Evropian. Nuk ka asnjë gjë të habitshme këtu. Partia pastaj është ajo që kontrollon kryeministrin. Unë prandaj u thash që e dim shumë mirë historikun e Fatosnanit. Dhe kush mund të ishte një kryeministër në pikëvështrimin tënd, në opsionin tënd? Ka figura Partia Socialiste me profilin e lartë për të qenë kryeministër? Partia Socialiste ka treguar që për të emëruar dikë kryeministër mjafton të jetë administratori i zoti dhe jo të jetë qitës i zoti, si në rastin e Berishës. Kështu që mendoj se ka mjaftueshëm figura të tilla. Më thuaj 2-3. Sigurisht që partia pastaj ka dorë dhe sigurisht që partia ka në dorë dhe rolin dhe profilin e kryeministrit, pra mund të jesh kryeministër, po mund të jesh nuk je në këtë nivel në Ramës, pra të jesh prezent gjithandej, po mund të funksionosh si administrator apo si një politikan. Do më thuash, Ardi, do më thuash 2-3 emra. 2-3 emra nga Partia Socialiste që mund ta bëjnë këtë punë. Po. Velia ishte deri dje dhe besoj se mund të jetë nëse fiton betejën e tij me drejtësinë. Po. Balluku gjithashtu ka treguar dhe po tregon sidomos në rastin e Fierit një sukses shumë të madh në punët e Partisë Socialiste, pra në çështjet zgjedhore dhe administrimin, dhe nuk e di kush tjetër, nuk dua që të krijoj kështu ndarje, po them 2 figurat spikatura të cilët janë investuar ke imazhi i tyre publik edhe që kanë punuar mirë për qeverinë dhe për qytetarët. Ardit, nëse keni diçka më shumë se sa këto pyetje që unë të thash, sepse ne ende nuk kemi rezultat, po themi zyrtar final, të mbyllur. Akoma, besoj sipas Ilirian Cilibashit, deri nesër mëngjes, besoni dhe ju që duhet jetë mbyllur, duhet kemi rezultat? Nuk e di sepse ndoshta gjithë territori mbase nuk del rezultati, varet e vota diasporat, varet pengesa që ka krijuar Partia Demokratike për numërimin e votave të Greqisë. Unë mendoj që do kemi një debat shumë të madh në vijim nga Partia Demokratike. Gjithë e kemi paralajmëruar fjalimin humbës të Berishës, pra gjithë e dim se çfarë do na thotë. Unë mendoj që Partia Socialiste me certifikimin e rezultatit përfundimtar do marri pushimet edhe do rikthehet në shtator për të përballur me kundërshtarët e rinj apo të vjetër në kuvend. Ardit, unë të falenderoj shumë dhe për gatishmëri për prezencën, por ftesa ime është gjithmonë e hapur dhe unë dua të jesh përsëri në emisionin Dekalog.
Me kënaqësi shumë të madhe. Faleminderit. Edhe një përgëzim edhe për punën tuaj, për portalin që ju keni, sepse dikur ka qenë një revistë shumë e dashur për mua, unë e kam lexuar me shumë dëshirë, po edhe portalin e vazhdoj, e ndjek dhe e di që ti bën personalisht, po edhe stafi aty sigurisht bën një punë me të vërtetë shumë profesionale. Faleminderit. Sukses edhe ju. Faleminderit, miru pafshim. Në këto momente ne do lidhemi me Blendi Gonxhen, një nga drejtuesit e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, por më shumë me atë statusin e 24 orëve të fundit, një nga kandidatët më të votuar për deputet në Shqipëri dhe në rang vendi, Ministri i Ekonomisë dhe Kulturës dhe një nga po themi politikanët surprizë të viteve të fundit për shkak të asaj që zoti Rama, pra kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i vendit, i ka dhënë një post jo pak të rëndësishëm, një ministri shumë të gjerë që ka disa dikastere aty, por tashmë në një rol tjetër në betejën e parë, edhe pse ka 35 vjet i angazhuar në politikë, në betejën e parë për të qenë deputet, dhe Blendi Gonxhen në betejën e parë ka arritur një rezultat me të vërtetë të jashtëzakonshëm në planin personal, por edhe të partisë që ai përfaqëson, të Partisë Socialiste. Unë kam pasur disa ditë më parë zotin Gonxhen në emisionin Dekalog dhe ai ka folur për impenjimin e tij në fushat, disa po themi synime që ai kishte dhe teknikalitete që vinin si pasojë asaj që zoti Gonxhen kishte një zonë jo shumë, po themi, jo shumë të përshtatshme për një politikan të ri si zoti Gonxhen, ose jo politikan të ri, po një kandidati të ri si zoti Gonxhen. Megjithatë ai ka arritur të korrë dhe të fitojë dhe të arrijë një rezultat me të vërtetë mbreslënës.